Kampionati i patinave 2025 mblodhi shkollat nëntëvjeçare të Bashkisë së Shkodrës në aktivitetin e rallës sportiv që organizon Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia. Në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe Pushtetin Vendor, kjo nisëm synon të promovojë një mënyrë jetese aktive dhe të shëndetshme tek fëmijët dhe të rinjt, si dhe të nxjerrë në pa talente të reja në këtë sport, gjithnjë më popullor. Në garë morën pjesë përfaqësues të shkollave nëntëvjeçare, të ndarë në kategori sipas grup moshave dhe nivelit të përgatitjes. Nxënësit konkuruan në disiplinat e shpejtësisë, manovrimit dhe sinkronizimit në patina, ndërsa një juri profesionale vlerësoi performancat. Aktiviteti i sotëm, gara me patina, është pjesë e aktiviteteve dhe kampionateve pranverore, të cilët faktikisht kanë filluar që nga data 10 mars, me kampionatin e basketbollit fillimisht, pastaj me kampionatin e volejbollit dhe me kampionatin e minifutbollit. Ky është një aktivitet përmbyllës sa i përket planit vjetor të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, sa i përket sportit, por në fund do kena një aktivitet, event në Pallatin e Sportit për një ndeshje finale të volejbollit për djemë dhe vajza, dhe gjatë atij eventi do shpërndahen edhe medaljet dhe certifikatat për gjithë ekipet pjesëmarrëse në kampionate pranverore. Dëshirë kanë dhe kjo është pasqyruar në pjesëmarrjen e madhe që ka pasur në këto kampionate pranverore. 40 shkolla janë përfshirë në total në këto kampionate. Normalisht zona për interesit, por edhe nxjerrim statistika për të pasur se cilët janë ata sporte që mundojnë më tepër vëmendje për me masivizu edhe për me çu pak më përpara. Ky aktivitet tashmë i kthyer në traditë është në vazhdim në një sër organizimesh Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia bën përgjatë vitit me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare, por edhe ato të mesme.